Mali dhe Italia kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi në Rom për lidhjen e tregut të energjisë elektrike. Ky partneritet hap gjithashtu rrugën për instalimin e kablit të dytë të ndërlidhësit Monita, që kalon në detin Adriatik. Ministrat e energjisë theksuan se lidhjet energjetike sjellin një të ardhmen më të sigurt, furnizim më të qëndrueshëm dhe mundësi më të mëdha zhvillime. Marrëveshja hap një kapitull të ri në bashkëpunim mes dy vendeve dhe forcon më tej pozicionin e Malit të Zi në hartën energjetike evropiane. Në fazën e re të bashkëpunimit, Mali Zi dhe Italia synojnë të lidhin tregjet e tyre të energjisë elektrike për një funksionim më të sigurt të sistemit, sipas njoftimit të ministrisë. Me këtë marrëveshje, Mali Zi po konfirmon statusin e tij si partner i besueshëm dhe urë energjetike midis rajonit dhe Evropës. Ky është një hap i madh përpara, pasi na mundëson të vazhdojmë ndërtimin e linjës së dytë të kablit në New York drejt Italisë. Energjia jonë e gjelbër dhe pastër do të bëhet një produkt i dalluar për eksport, gjë që do të sjellë të ardhurat të reja për kompanitë dhe konkurrencë më të madhe në tregun evropian, njoftoi ministria. Në tregun e energjisë elektrike të Malit të Zi marrin pjesë 29 kompani nga 13 vende, që nga themelimi i tregut ditor në bursën e energjisë malazeze në prill të vitit 2023 janë tregtuar rreth 900 gigawatt-orë energji elektrike, ndërsa vëllimi i përgjithshëm duke përfshirë tregun afatgjat arrin rreth 3 terawatt-orë, shtoi deklarata. Zbatimi i memorandumit do të krijojë kushtet për të paktën 3 fshimin e vëllimit të tregtisë, si dhe do të japë një kontribut të drejt për drejt në përmirësimin e sigurisë së furnizimit, sipas ministrisë. Projekti ka një vlerë për 500 milion eurosh, ndërsa kabli e dy fish do të mundësojë shkëmbimin e energjisë në të dy drejtimet njëkohësisht.